Kuvendi dhe mund të vazhdohet. Atëherë nuk ka shkelje kushtetuese dhe ecim tutje. Që ka thotë gjykata kushtetuese në vendimit e saj te mas non shkurtit. Ka thonë seancat mbrëma fatit gjithmonë 30 ditë. Mon mend kur janë numërojë edhe ditë. 48 orë. Çish ka mundësi mos më konsideru burim, po më çudit, shkelje kushtetuese. Kur gjykata ja u numërojë, thëjke edhe kaq ditë ju kanë met deri konsiderojnë kuvendin. Unë s'po them që s'është, ndoshta është po duhet me vënë përfundimin. Avni Dehori, si kryesuesi i kuvendit, është u bë shkelje të rëndë, është u shkel këtë vend. Është u shkelje dhe gjakun e dëshmorëve që kanë dhënë për këtë vend që mushiru me pas Republikë sot, sepse nuk thirr seancë, as që e jep vendimin gjykata kushtetuese thot çdo 48 orë duhet me pas seancë. Do të thonë prej të premtes nuk ka seancë. Çdo 48 orë ka thonë duhet me e pas seancë. Po them që për këtë çështje duhet me dhon përfundim ka dhënë marr përfundimin gjykata, s'ka çfarë më gjykata. Kalon hapësirë. Gjykata nuk mund të bëj politikë. Me shkruaj decidivisht se çysh duhet me ndodh dhe mandej s'ka problem. Nuk ka me tjetër gjykata kushtetuese, vetëm me dalë me thon Albin Kurti, tu e shkatru shtetin e Kosovës. Që 2 vjet është të mojt shtetin e Kosovës peng. Peng është miliardat e tyre me Bukamovića e me kompani tjera në Maqedoni janë të qarkullu. Në anën tjetër, vendi pa institucione në kolaps total. Në anën tjetër, pse të mos ketë një marrëveshje për presidentin? O dosh me pas marrëveshje para prake. Para të premtes. Para certifikimit të rezultateve. A di pse s'ka marrëveshje? Gjithmonë kur dy parti politike dojnë me pas marrëveshje mes vete, ato e ruajnë diskrecion. Nuk do të ka një fije shprese për marrëveshje me LDK. Fije shprese kur ti me LDK negociove një takim, 2 takime, 3 takime, 4 takime, edhe në fund çka dul të Albin Kurti në konferencë të takimit i fundit? Pa ma kërkojnë tha presidentin ndihmu. Këta tha me 18 deputet, tha mu ma kërkojnë presidentin.